Shqipëria ka shënuar fitoren e saj të jetë në trajtimin e trajnerit brazilian Silvinho, teksa mundi me shifra 3-0 Andorrën në kualifikueset të botrorit. Një fitore që ktheu kuqesin të suksesi pas 3 ndeshjesh pa shijuar një të tillë dhe që i ktheu buzëqeshjen edhe vet teknikut brazilian, dukshëm i tensionuar përsa rezultateve të paraqitjeve të fundit. Me fitore numër 10 në trajtimin e Shqipërisë, tani Silvinho po e trajneri i katërt me më shumë fitoret në trajtimin e kombëtares. Braziliani është vetëm një të tillë larg gjermanit Hans-Peter Bruegel, i cili trajtoi kuqesinë në vitet 2002-2006. Në fakt, Gjermani ka 10 fitore në ndeshje mes ekipesh, ka dhe një tjetër kundër përfaqësueses U23 të Vietnamit, në atë që ishte grumbëllimi i tij i parë stërvitor në Shqipërinë. Para dyshe Silvinho Bruegel mbeten vetëm 2 trajnerë të tjerë, 2 italianët, Edi Reja dhe Gianni De Piazzi. Për të arritur Reja, ndoshta nuk do të jetë aq e vështirë pasi ai është ndalur në numrin e 14 fitoreve me Shqipërinë. Ndërsa për të arritur De Piazzin, Silvinho duhet të fishojë sukseset e tanishme, pasi trajneri i cili theu ta bund e shkruar historinë teksa çoi për herë të parë Shqipërinë në European, regjistroi 21 të tilla para se t'u jepte lam të mirë kuqezinëve.